Organet e sigurisë së Republikës së Kosovës të shtunën e të dielën kanë realizuar një operacion, i cili përfundoi me ndalimin e 16 personave. Të gjithë prej tyre janë serb, disa shtetas të Kosovës e disa të Serbisë, dhe sipas ministrit të punëve të brendshme Xhelal Sveçla, ata ishin të ndarë në 4 automjete me targa të Kragujevcit të Serbisë. Sveçla bëri të ditur se struktura e të ndaluarve është e kombinuar, ku sipas tij, 4 prej tyre janë oficer aktiv të shërbimeve të sigurisë së Serbisë. Udhëheqësi i MPB-s tregoi përmes një postimi në Facebook se sipas të dhënave fillestare dyshohet që këto grupe për qëllim kishin mbledhjen e informacioneve për çështje të mundshme, pasi janë gjetur dëshmi të ndërlidhjes me strukturat e inteligjencës ushtarake serbe, si dhe me antar të grupit terrorist të Banjskës. Grupi parë prej 4 personave është ndaluar në Gjakov. Këtë rast policia e ka injicuar si armbajtje pa leje, pasi që i kishin sekuestruar 2 thika e 1 sopat. Por Sveçla tha se post tyre ata në vetur kishin edhe gjësende tjera. Grupi i parë i përbërë nga 4 persona u ndalua në Gjakov. Gjatë kontrollit të automjetit u gjetën fotografi me hartën e Republikës së Kosovës, fotografi të terroristëve të vrarë gjatë sulmit në Banjskë, 2 thika, 1 sopatë dhe 1 dritë rotative. Me vendim të prokurorit, personat janë ndaluar në kozgjatje 48 orëshe. As prokuroria themelore në Gjakov nuk dha detaje për to, madje ishte më e mangët në dhënien e informatave më shumë se policia. Në ndërkohë, grupi tjetër i përbërë nga 12 persona u ndalua në Prizren. Sipas Sveçlës, ata po strehoshin në seminarin ortodoks të Bogoslavisë. Hetimet paraprake kanë konfirmuar se një zyrtar i policisë serbe me gratë të ogerit policor ka lidhje të afërta familjare me antarin e grupit terrorist të Banjskës, Nemanja Radivojević, Novka Gandi. Ky i fundit është i afërt i Vladimir Radivojevićit, Novka Mami, i cili është i dyshuar i kryesor për vrasjen e rështerit policor të Kosovës Afrim Bunjaku. Zyrtari tjetër ushtarak i cili bardh gradën e kapitenit të klasit të parë është lidhje ish generalit të inteligjencës ushtarake serbe Jovan Milanović, i njohur për përfshirjen në rrjedhjen e të dhënave të NATO-s para bombardimeve mbi caqet serbe. Sveçla po ashtu ka thënë se fakti që të njëjtit ishin strehuar në seminarin ortodoks të Bogoslavisë mund të tregojë për një tentativë për të shfrytzuar institucione fetare për kamuflim ose për të shkaktuar tensione ndëretnike fetare në Kosovë. Terroristët që sulmuan policinë e Kosovës dhe e vranë policin Afrim Bunjaku në Banjsk të 2023-s ishin strehuar në manastirin e Pokët i fshati.